Pritet rikthimi i Flori Mumajesit në muzikë dhe jetën publike. Prej kohësh Flori Mumajesi është kthyer në një enigmë të ëmbël për publikun, i pranishëm kudo në kujtesën tonë muzikore, por fizikisht i munguar në skenë, koncerte, televizione. Së fundmi, menaxheri i njohur Gianni De Mika ka hedhur dritë mbi pyetjen që fansat bëjnë prej vitesh: ku është Flori dhe kur do të rikthehet? Sipas De Mikës, Flori Mumajesi është duke punuar intensivisht për një album të ri, që nuk pritet të jetë thjesht një rikthim, por një bum i mirëfillt. Flori, me dijenin që kam mund të mendoj që ai është duke përgatitur një album të fortë. Kam përshtypjen që kur Flori të dalë, të shpërthej, do jemi të gjithë sy e vesh dhe do na pëlqej shumë të gjithëve. Flori duhet të kthehet me koncerte shumë të mëdha, është shprehur De Mika. Kjo fazë e izolimit në dukje larg koncerteve, larg ritmit televiziv, tingëllon si një retrat krijues, një kohë ku artisti i lejon vetes të rishpik veten, pa presionin e klikimeve të menjëhershme. Një gjë është e sigurt, kur Flori Mumajesi të vendos të rikthehet, do të jetë një event.